jam 10 metra mbi nivelin e lumit Shkumbin. Në një prej urave më të bukura, edhe pse Shqipëria ka shumë ura të bukura, për të mos thënë të jashtëzakonshme, të periudhës osmane. Jam mbi urën e Golikut, 10 metra lartësi, 30 metra e gjatë, 3 metra e gjerë. Një prej pasurive të rralla kulturore të zonës Pogradecit dhe një prej atyre që mund quheshin vepra publike shumë të rëndësishme të mbijetuara nga koha e perandorisë osmane. E gjithë kjo urë që po shihni, ura e Golikut është një prej perlave të trashëgimisë sonë kulturore. Është një urë ndërtuar me gur mbi lumin Shkumbin, e cila përbëhet nga 2 gjysmëharqe të mëdhej, harku qendror prej 10 metrash, një hark i dytë dhe midis tyre një zonë shkarkimi në rast se uji vinte me rreshje të rrëmbyshme ose me ato që ne i quajmë përmbytje. Është një prej urave më të mirëmbajtura e cila vitet e fundit ka dalë në pa për arsye të ndërtimit të rrugës Durrës Qafpllot, që është në këtë drejtim dhe është vetëm 50 metra në këmbë nga rruga, janë të gjitha shenjat dhe tabelat që tregojnë se ku ndodhet. Thash është mbi lumin Shkumbin, droni që mund vi rrotull më të shojë që prurjet e ujit tani janë të larta, edhe pse jemi në fund muaj dytë të vjeshtës, ndërsa pamja rreth e rrotull është fantastike. Ura e Golikut është një urë ndërtuar me gur të latuar në pjesën e ulët saj, me gur të mëdhej, ndërsa në pjesën e sipërme me gur më të vegjël që synonin të mbanin peshën. Është një vepër shumë e rëndësishme inxhinierike e kohës për arsye të kalkulimit të derdhjes së ujit që të mos mos prishte urën. Mendohet që është ndërtuar fillimisht në shekullin e 2, ndërsa në formën aktuale që ka sot është ndërtuar në shekullin e 17, rreth viteve 1600, në kohë kur në Shqipëri u ndërtuan një sër veprash, po quaj inxhinierike, që mundsonin lëvizjen normale të qytetarëve nga një zonë tjetrën. Në fakt, ura e Golikut është absolutisht një monument që duhet ta vizitoni. Këtu jam në pikën më të lartë të saj, në këtë drejtim duket rruga e re Qukës Qafpllot, në këtë drejtimin tjetër është rruga këmbësore. Ura nuk përdoret prej shumë vitesh, që kur rruga automobilistike në fillim të shekullit 20 e nxorri rrugën e karvaneve fare nga funksionimi. Këtu ku jam Baboshini, jam në një urë e cila për te të qenit një prej urave më të rëndësishme të zonës, pra të pjesës trashëgimisë kulturore të zonës Pogradecit, është njëkohësisht dhe një prej degëzimeve të rrugës Egnatia, rrugës më të rëndësishme së bashku me rrugën Apja në të botës antike. Via Egnatia në këtë degëzim vjen në këtë drejtim. Nuk e di nëse mund të më ndjek ose dëgjohet zëri në kamera, por po eci pak për ta parë. Prej këtej vjen rruga Egnatia, e cila u shndrua më pas në një shteg karvanësh. Shiheni, të ecësh në këtë drejtim, mund të ecësh akoma, është rruga që lidh pjesën qendrore të rrugës Egnatia, pra degëzimi i saj, me pjesën tjetër të fushës së sotme të Korçës dhe të Domosdovës. Është e jashtëzakonshme e gjithë shtegu dallohet, i gjithë shtegu nëse ecën këtej. Tani do ju them pak më shumë për via Egnatia dhe pse ajo ishte një nga rrugët më të rëndësishme në Shqipëri. Ende dallohen gurët e mëdhej të rrugës në këtë drejtim. Nuk e di sepse droni e ka pak vështirë të më ndjek këtu ku jam. Megjithatë po ngjitem dhe pak. I gjithë shtegu vazhdon në atë drejtim, ndërkohë shtegu është i gjithë i përbër prej gurësh, rasash guri, që lejojnë ecjen e karvanëve dhe të kuajve.
është pjesë e rrugës Egnatia, thash. Po çfarë ishte rruga Egnatia? Ishte rruga më e rëndësishme e periudhës Perandërisë Osmane që lidhte Durrësin me Stambollin e sotëm ose Konstantinopolin. Ishte rruga që filloi ndërtoi në vitin 146 para erës re dhe mbaroi në vitin 120 para erës re. U deshën 26 vjet për ndërtuar një nga rrugët më të mëdha dhe më të rëndësishme të Perandërisë Osmane, një rrugë prej 1120 kilometrash. Një rrugë e cila në boshtet kryesore të saj ishte 4 deri 6 metra e gjerë dhe ishte ndërtuar me gur të latuar identik si këta që janë këtu dhe njëkohësisht me gur shumë të mëdha, sepse këto janë gurët e urës dhe njëkohësisht me sisteme kullimi tipik për inxhinjerinë e Perandërisë romake. Niste nga Durrësi, lidhte një degëzim Apollonin, vazhdonte drejt Elbasanit, Peqinit, Elbasanit, Ohrit, më pas Kavallës, Selanikut, gjurmë të saj janë ende të mbetura aty këtu, porta hyrëse e saj në Durrës është prishur sepse quhej Porta e Luanit, është futur brenda një pallati, në fakt, në bodrumin e pallatit, ndërsa porta hyrëse në Selanik është në gjendje shumë të mirë. Segmentet saj gjenden gjithandej edhe ky që po shihni këtu është pjesë e një segmenti të rrugës Egnatia. Në Gramsh, në Librazh, në zonat e Elbasanit, brenda për brenda kalas e Elbasanit, duken gjurmët spektakolare të njërës prej rrugëve më të rëndësishme, thash, të periudhës së Perandërisë Osmane. Këtu jam edhe njerë në urën e Golikut, një prej veprave inxhinjerike të periudhës Osmane, shumë të rëndësishme në Ballkan, të periudhës Osmane, po ndërtuar nga shqiptar, e ndërtuar e gjitha me gur të latuar dhe një vepër e shkëlqyer inxhinjerike, po të shihni gurët e mëdhej të latuar me cilët është ndërtuar baza e saj. Një vepër që nuk ka rënë shumë në sy, ka qenë e fshehur për shumë vite për arsye të mungesës së komunikimit, ndërsa në vitet e fundit për arsye të ndërtimit të rrugës Çukës Qafploç mund ta shohësh të plot. Sot edhe Shkumbini që nga relativisht i mbushur, kjo është ura e Golikut dhe një prej degëzimeve të njërës prej rrugëve më të rëndësishme të historisë së njerëzimit, rrugës Egnatia. Nga ura e Golikut në Pogradec.